Prej datës 13 shtator, Enkrist Kola nga Fusharzi rezultoni humbur. 22 vjeçari është me probleme të shëndetit mendor, ndërkohë që familjarët e tij bëjnë apel për të gjetur të afërmin e tyre. Vëllai i tij Denis Kola shpjegon se të shtunën e 13 shtatorit, Enkristi i kishte thënë babait të tij se do të dilte, pasi një burr do shkonte ta merrte pranë banesës, ndërsa kishte marrë me vete edhe telefonin e të atit. Vllai im ka 11 ditë që është zhdukur, që nga data 13 shtator, ditë shtune, ora 7:30 afërsisht. Para se të largohej, ka komunikuar me babain dhe i ka thënë këtë fjalë: "Do dal sepse do vi një burr të më marr." E ka pyetur babai: "Kush është ai burr?" Tha: "Nuk e njeh." Edhe ka hyrë për të bërë një dush. Kur ka dalur, nuk e ka gjetë aty. Edhe vion te shtëpia nga ora 9 ashtu, më thot babai: "Kshu ka ndodhur." Dalun kërkoj. Në ato momente që ka dal, ka marrë edhe telefonin e babait me veti, me numrin e tij. Edhe i bie shumë telefonit, i shkoke zgjidhja, por nuk e hapke, vetëm ma myllte. Kështu ka vazhdu gjithë natën duke kërkuar nëpër qytet, i bjesha telefonit, nuk e hapke fare. Denis Kola shpreh se pavarësisht se ka denoncuar rastin në polici, asnjë të dhënë nuk ka marrë në lidhje me vendodhjen e mundshme të vëllait të tij. Madje ai thekson se më tepër institucionet e kanë zvarritur me procedurat, sesa e kanë ndihmuar për të gjetur vëllain. Njoftoi policinë unë, e thash: "A ka mundësi policisë me zërmu me telefonin se ai nuk ka këtu?" Ka thënë: "Pa bë 48 orë, pa bë denoncimin, nuk bëhet." Kalon 48 orë, bëm në denoncimin. Pastaj ne i thash: "A ka mundësi prapë me zgjedh me telefonit?" Pa shkuar në prokurori, ka thënë: "Jo, pa na dhënë leje prokurorisë." Por nga ana e policisë deri tani s'kemi marrë asnjë lloj informacioni, asnjë lloj gjaje, asnjë lloj shprehje. Asnjë gjurmë, kemi kontrolluar kamerat, ca kamera se punojnë në centër qytetit, kemi kontrolluar, nuk figurojnë kon. Edhe deri tani nuk kemi asnjë lloj informacioni se ku ngjelet, ku është dhe si është. Policia nuk jep shpjegim, do shkruaj me policinë pyes ça kemi në lajm, jo s'kemi. Denis Kola i bën apel instancave përkatëse të vijnë në lëvizje për të gjetur vëllain e tij, ndërsa thirrja shkon edhe për të gjithë qytetarët që mund ta kenë parë diku 22 vjeçarin. Unë bëj thirrje që sa më shumë vëmendje për që ndërhen, me kërku sa më shumë se drejtësh sen, arrafsh. Nuk ka lënë mas dyre kjo punë. Unë bëj thirrje qytetarëve që mund ta shohin, mund ta kenë parë, të kontaktojnë, edhe autoriteteve të bëjnë diçka, të avancojnë, të lëvizin. Ato i kanë mjetet, ecin, gjanat, senet. Nuk kam gjanë dyrun, pra të puna shteti, pra të punë na i paguajnë toksat, për në mërëjtë me qenë sigurum, jo, me hup njërës ditë gjanë ka shku. Denisi ka shpjeguar se ai dhe familjarët e tij nuk kanë konflikt me askënd, por zhdukjen e të vëllait e lidh me mundësinë e një rrëmbimi.